Të dashur miq, sot një ditë e veçantë për të gjithë shqiptarët kudo që janë. Natyrisht kualifikimi në këngën Eurovision është shumë i veçantë për çdo shtet dhe këtë gjë si vjet e arriti Shqipëria. Ajo u kualifikuar në finalen e cila do të zhvillohet sonte në Vjenë pas pak minutash dhe ju ftoj të gjithë shqiptarëve që ta mbështesni. Natyrisht ju mund të votoni përmes telefonit tuaj, por ka dhe mundësi votimi përmes faqes së internetit të Eurovision. Por është shumë e rëndësishme të thuhet se Eurovision është një kontest muzikor që ka rëndësi shumë të veçantë në aspektin kulturor dhe i ftoj të gjithë shqiptarët kudo që janë jashta Shqipërisë, sepse Shqipëria nuk mund të votojë për vetveten, por të gjithë shtetasit jashtë Shqipërisë kanë të drejtë vote. Ato mund ta bëni vot atje tek shënimi, tek vot që bëhet tek Eurovision, por gjithsesi mund ta bëni edhe përmes telefonit tuaj duke votuar për numrin 5, që është renditja e Shqipërisë këtë vit. Gjithsesi, ju urojmë shumë fat Alis me këngën Nan, që është një dedikim i veçantë për të gjithë ne dhe shpresojmë që të arrijë suksese të mëdha.